Objektivi kryesor i sulmit ndaj Iranit sipas analistëve duket të kishte qenë ndryshimi i regjimit, por edhe pse sulmet amerikano-izraelite vranë liderin suprem të Iranit, kjo nuk ndodhi dhe regjimi mbeti aty ku ishte. Trump u përpoq ta mohojë idenë se SHBA u shty nga Izraeli drejt luftës, duke pretenduar të kundërtën, por gazetari britanik David Hearst kujton paraqitjet e para të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio, i cili tha se SHBA hyri në këtë luftë pasi kuptoi që Izraeli ishte gati të sulmonte Iranin. Madje sipas Hearst, bombat që kishin rënë deri atëherë synonin gjithë spektrin e elitës politike iraniane, reformist, të majt, ish president dhe konservator. Sipas kësaj strategjie, qëllimi është dobësimi i përhershëm i Iranit, duke shndruar në një konfederat të dobët kantonesh etnike, një qasje që Izraeli është përpjekur ta zbatojë edhe në Siri. Sipas kësaj qasjeje, shkatrimi i Iranit si fuqi rajonale është pjesë e një plani më të gjerë që lidhet me idenë e Izraelit të madh.